shumë serioz për zgjedhjet e ardhshme që na presin. Pra Bedri Hamza është një prej figurave profesionale që ka pasur akses në menaxhim ekonomik dhe institucional dhe gjithmonë kam thënë se vendi ka nevojë për një qeverisje serioze, jo me këto improvizime ideologjike, revolucione me shamia fuqa, me propagandë, siç ka provuar kjo qeverisje, që prapë ishte mrekulli që erdhi dhe të paktën tani qytetarët kanë dy alternativa të qeverisë para vetit. Pra, unë mendoj se Bedri Hamza dhe PDK kanë nxjerrë kandidatin më kredibil për kryeministën, një njerëz që ka një bilancë real edhe në punë dhe nuk ka, sepse ka qenë guvernator, ka qenë ministër financa, shpikisht periudhën kur në Kosovë është trashëguar komplet situata krijuar nga lufta dhe sot ka një transformim ku çdo kund e ka në shkrimin Bedri Hamza. Pra ky nuk është njëri i retorikave boshte. Është ndoshta një moment pas kritik dhe më i qelluar për ardhmën e tij për të bërë një ristrukturim dhe një rikthim drejt standardeve të qeverisjes së mirë. Kurse në kontekstin e kësaj krizës aktuale, domethënë politike, por edhe financiare, mendoj se profili i Bedri Hamzës nuk është vetëm opsion politik, por është edhe në nivoj shtetëror. Prandaj edhe Partia Demokratike do të hyjë në këtë zgjedhje jo më si një parti opozitare, por si një parti që ka pretendime përfituar dhe që ka një kandidat me kapacitete reale për me menaxhuar në veç vendin e procesin përpara. Unë doja të kuptoja nëse vërtet zgjedhja e Bedri Hamzës është një zhvendosje, po them edhe në imazhin dhe në komunikimin politik të Partisë Demokratike të Kosovës, nga se po përdor tani atë etiketimet siç njihet PDK-ja, nga partia e luftës dhe e komandantëve, të partia e menaxherëve dhe e teknikëve, po them, e administratorëve. Apo jam gabim? Çve. Kalimi nga partia e luftës dhe komandantëve. Ju e dini se të gjithë revolucionet kanë pësuar për shkak se cilësia e luftarit. Po. Modestia dhe toleranca ndaj gjithë dhe pastaj. Se gjithmonë fitimtari me mëshiron edhe viktimin. Edhe një, imagjinon, ne kemi mëshiruar edhe njerëzit që kanë bashkëpunuar me Serbi. Pse? Për mendu se ata vetë kanë me u abstrahu, kërkush që ka mohu të drejtën u zhvillu në aspekt shkencor, biznesor e tjera, mos e dëmtoj shtetin, mos e dëmtoj kauza kombëtare që janë arsimi shtetësia tjera, por jo me vratu nuk unë ballë. Prandaj edhe pushtetet e pas revolucioneve, pas luftës në vendin tonë, gjithmonë i takojnë atyre që e ideuar, e organizuar dhe bën atë revolucionat luftë dhe sollëngjëri. Dhe kjo është standard normal. Tani do të thoni ju, cila është udhëheqja, është shkatrur ata vendin 20 vjet? E po nëse vërtet ka qenë ndërtuar dhe ne e morëm për shkatrum, atër po pajtohen, me shumë e di që është rënori. Unë tani sot duket parë disa fotografi Prishtinës, parë fotografi Gjakovës, Pejës. Kjo është pa imagjinueshme ndryshimin kolosal, nuk shep më gjurmë, me shku në Bosnën, Kroacia, lake gjurmë luftës edhe rënoja. Këtu nuk shep. E pra është rezultati këtij kontingjenti, ti Bedri Hamzës, me një profil intelektuali, por që ka qenë pjesë edhe strukturave politike dhe ushtarake të kohës. Të gjithë kanë qenë ta pjesë. Bile edhe membri ka qenë fëmijë i shkollës gjimnazit atje dhe kanë organizuar një del që na do të flamojnë ushqeke me jemi me ty, dranicjen me ty stadion. Pra, nuk kemë të bojnë këtu. Qife, na kemë bojnë me kodin genetik të leadershipeve. Kemi këtë kod genetik që udhëheq sot Partia Demokratike, që udhëheq dorën zemra dhe Lidhja Demokratike dhe Aleancën edhe nismën. Dhe kemi bojnë me këtë kontingjentin tu fillu me zotin Kurti, që është infiltruar, keni batonazhim atje keni në Tiranë, pyetme. To që po thamun le ta konfirmon. Në takimin e Brezovicës me Stanishiqin, që kanë pas disa personalitete të Kosovës, për fshirë Surrojle, Vakalli dhe tjerë që kanë qenë ato, ka marrë detyrë për ta infiltruar Kurtin në lëvizjen studentore. Bëri atë ponin me Rikallon që tani e lufton gjëja si Serb Kutadione, dhe sollën dhe erdhën u futën me lëvizjen dhe dose duke mohuar çdo rezultat, çdo arritje të këtij vendi, por kjo dhe pavarësi. Tu e quajt aktorëtie. Dhe këta janë njerëz që nuk kanë investuar asgjë në krejt ka quhet sot Kosovë. E lirë, institucionale, funksionale, pranuar të tjera. Pra, janë njerëzit që ndërtuan këtë narrativin se duhet bërë reformë dhe shpëtuar Kosovën ose Partinë Demokratike nga njerëz të luftës. Po mirë më zoti. Në Partinë Demokratike ishte Staniqeku, në luftën e UÇK-s ishte Staniqeku.
oficer kapiten, intelektual, do më thonë, doktor shkencën drejtësi, njeriu që implementoi kushtetutën e Kaçanikut dhe bëri rregullor në komunës Deçanit mbi atësi. Ishte Agim Ramadani, i cili në vijat mori çmimin Grand Prix për pikturë. Ishte poet, ishte oficer në Akademi Ushtarake, inxhinier i komunikacionit. Jam unë këtu që po flas me ju, që u shkollova në Sharmat, në Fakultetin Juridik Prishtinë, tek ju në Tiranë Juridik, në Zallë herë, në Budapest diplomati dhe ja ku jam. Dhe çfarë, mas lufte pastaj specializime në SBA, në Angli e tjera. Dhe çka për pandemin e. Unë vetëm nuk mund të deroj situatën si para 2-3 netësh që kisha në një media, kur ma sjellën atje një njeri të smur, i cili ka kriju një portal të vetin në Londër, dhe dhe në fletë në media këtu i referuat si shkruat në portalin Ky Shtat dhe i citon vetë vetën. Me ato etiketimet se një Serbia për 20 vite pas ka instalu struktura që e kanë rujt Kosovën në ingrenencët e Serbisë. Kur qenë kanë ata? Hashim Thaçi, ka shumë Ramon Haradini, Esen Berisha, e shumë burra tjerë që janë në Kosovë statën politik. Po i lutem. E tani, nuk mund të thuhet se Partia Demokratike për ju kthehet administratorëve teknik. Të gjithë në Partinë Demokratike mirë ka qenë me ju. Janë pjesë e strukturave që kanë bërë dikur luftën, kanë drejtuar luftën, por ka mujtë me qenë pozicione më larg via frontit që kanë thonë për Hashimin, ta zonë me menaxhullë financës se dhe nuk ka pas... Patjetër. Pra, nuk duhet parë në këtë prizëm thjesht Partia Demokratike në çdo ndryshim saj, e ruan në ADN-n e saj luftën dhe ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe vlerat kombëtare, sepse është parti konservatore, dhe vlera konservatore, e cila i ka shtyllat kryesore për ndërtimin e identitetit tonë kombëtar, që ende jemi në kërkim të një autenticiteti kombëtar, dhe kjo duhet të fokusohet në besimin Zot, në vlerat e familjes, pronës, ligjet dhe kushtetutën. Zatën këto janë edhe shtyllat që mbajnë edhe demokracinë amerikane. Qartë. Zoti Berisha, ishte kënaqësi. Falenderoj për bisedën si zakonisht edhe për opinionet. Faleminderit edhe ju. Ishim me ish-deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Isen Berisha, folëm për disa çështje të aktualitetit të zhvillimeve dhe të pritshmërive të Kosovës. Kujtojmë që në datën 28 dhjetor të këtij viti, presidenti Osmani ka shpallur datën e zgjedhjeve të reja të përgjithshme të parakohshme. Veç për pak dhe rikthehemi në bisedën e dytë. Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, do të flasim për disa zhvillime të rëndësishme ndërkombëtare të kohëve të fundit dhe në fakt ato që pritet, çfarë pritet të ndodhë në vijimsi të këtyre zhvillimeve. Unë kam kënaqësinë të kem në lidhje të drejtë për drejtë si zakonisht studiuesi në çështjeve të sigurisë nga Polonia, drejtë për drejtë Elianos Kasa. Elianos, të përshëndes, faleminderit që jemi së bashku. Faleminderit që shumë për ftesën. Po e nisim në fakt me një zhvillim që ka qenë kryefjale të gjitha mediave botërore ditët e fundit, plani i presidentit Trump për Ukrainën, i ashtu quajturi plani me 28 pika, i cili ka ngjallur mjaft debat. Presidenti Zelenski është vënë në një pozitë mjaft të vështirë edhe prej deklaratave të tij, gjithashtu edhe krerët e vendeve të Bashkimit Evropian, vendeve kryesore të Bashkimit Evropian, duket se nuk kanë rënë dakord me këtë plan të presidentit Trump për t'i dhënë fund konfliktit në Ukrainë, ku ndër të tjera, po themi, përmban lëshime territoriale që Ukraina do duhet t'i bëj Rusisë. Nga ana tjetër, Ukraina kërkon dhe vendet evropiane gjithashtu kërkojnë garanci të forta sigurie nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ti si e ke parë këtë zhvillim? Atëherë, gjatë fillimit të kësaj fundjavë, presidenti i Shtetit Bashkuara Donald Trump ka prezantuar një plan 28 pika, siç edhe ju e thatë, në cilat synojnë të dhënit fund të konfliktit armatos ruso-ukrainas që në shkurt të 2026 do të bëhet 4 vjet. Po. Nëse që nga fillimi në shkurt të 2022. Fillimisht nuk ka qenë i bërë ditur të gjitha pikat të cilat sot zgjidhen shumë debat. Kryesisht prej medias perëndimore është sulmuar si një plan i cili jep Rusisë pak a shumë diçka që ajo kërkon, por nuk kanë vonuar edhe kundër reaksionet që kanë ardhur fillimisht nga Slovakia. Kryeministri slovak Robert Fico e ka përgëzuar planin dhe e ka suportuar atë si të vetëm mënyrë për t'i dhënë fund të konfliktit armatos në Ukrainë. Njëkohësisht,
duke mos kërkuar vijimin ose një mundësi eskalimi në të ardhmet kundrejt Federatës Ruse. Më pas ka qenë kryeministri hungarez Viktor Orban që e ka mbështetur, duke thënë se pavarësisht se sa mund të sulmuat ose sa mund të kritikohet plani i paqes, tek e fundi bëhet një plan paqeje. Dhe paqja është gjë më e rëndësishme që sot ne na duhet. Nuk na duhet vijimi për të arritur kondita të cilat mund të jenë të favorshme për ne, dhe atëherë le të shikojmë se mund të ulemi apo jo. Pasi siç e dimë, Rusia është fuqi bërthamore me arsenal të armë të shkatrimit në mas. Dhe nëse gjë do të shkojë deri në këtë farë pike, dhe kryeministri hungarez e ka theksuar, ne e dimë se do të jetë skenari më i keq. Plani gjithsesi është sqaruar më pas. Kryesisht konkludon në faktin që Rusia ka për të marrë plotësisht republikat ose territoret e Donbasit, pra republikën e Donetskut dhe Luganskut. Krimea gjithashtu bëhet përfundimisht pjesë e Federatës Ruse, me të drejta kushtetuese të tjerë. Zaporozhja dhe Kherson, të cilat janë sot në gradën 55-60% të aneksora prej Rusisë, do të mbeten në vijat aktuale të frontit. Ndonse prej tyre nuk se ka mbetur diçka shumë e madhe, flasim diku te 45, 40 ose 30% ka ngelur pa u aneksuar akoma, kështu që derisa të bëhen diskutime do të ketë 100% në mundësi. Do të ketë sigurisht diskutimet pritet të mbajnë në Zvicër apo jo? Shkëmbim të burgosurve të luftës, shkëmbim të trupave të ushtarëve të rënë, pra siç e di diçka që po ndodh aktualisht, nuk se nuk po ndodh. Më pas ka për të qenë krijimi i kordonit sigurie në centralin atomik të Zaporozhjas, i cili do të jetë 100 neutrale, dhe prodhimi i energjisë të cilë do të ndahet midis dy rajoneve. Pra Zaporozhja do të prodhojë energji dhe për Ukrainën dhe për Federatën Ruse. Njëkohësisht Ukraina do të detyrohet ta presë në gjysmë ushtrinë e saj, pra ta përgjysmojë numrin e ushtarëve aktiv në vend. Nuk do të ketë mas me rrezik të largoditje ose armë të shkatrimit të mas. Njëkohësisht, ashtu si Austria në vitin 1955, Ukraina do të detyrohet të adaptojë neutralitetin dhe në kushtetutën e saj. Njëkohësisht edhe NATO do të bëjë deklaratë publike dhe një nen të ri me shumë mundësi të NATO-s, i cili ndalon ekspansionin e mëtejshëm në zonat, teritoret, cilat quhen si vija sigurie të Bashkimit Sovjetik, të Federatës Ruse. Vlet të theni zonë post-sovjetike. Dhe do të supozohet krijimi një kordoni sanitar ose buffer zone, siç quhet në anglisht, në zonat midis Donetskut, Luganskut, territoreve të Zaporozhja dhe Khersonit, e cila do të jetë një zonë disa qindra kilometra, por me një fakt të veçantë që nuk do të ketë ndërhyrje të trupave të huaja. Pra, asnjë tim amerikanësh, francezësh, hungarezësh nuk do të ketë. Rusia nuk e pranon, asnjë trup NATO nuk do të shkelin në Ukrainë. Ndërsa për pjesën e rindërtimit të Ukrainës është vendosur që do të merret diku tek 50% nga parat e ngrira ruse, pra në bankat evropiane do të merren ato. Dhe 50% do të vinë nga banka botërore, e cila supozohet ka për të qenë një shumë e barabartë me të dyja krahët, as më shumë as më pak, për ndërtimin e Ukrainës, plus dhe sponsorët amerikanë, evropianë e të tjerë. Ajo që bie gjithashtu në sy është, ose ka qenë fakti, që pala evropiane nuk është pyetur ose nuk është kërkuar në të themin e diskutimet e këtij pikave të planit. Ndërsa pala ruse sigurisht ka qenë nervioze vetëm në kontakt të vazhdueshëm. Në fakt ky ka qenë edhe një arsye kundërshtimit të kancelarit Merz dhe presidentit Macron. Po, kundërshtimi u shpreh qartë në samitin që përfundoi dje në Afrikën e Jugut, samitin e G20-s. Po që këtu ka një ndryshim të fortë, pasi ne dimë që kryeministri Viktor Orban dhe kryeministri Robert Fico e kanë theksuar dhe kanë enfazuar gjatë gjithë kohës që Evropa duhet të propozojë plan paqe i cili nuk është vetëm në benefit të Evropës. Pra nuk duhet të tregojmë egoist e të fillojmë një lloj kalvari, i cili konsiston në faktin që ne jemi superior, Rusia nuk do t'ja dalë për shumë kohë, pasi Rusia po pun 4 vjet në luftë, nuk po shkon në kolaps, nuk po shkon në deficit, nuk po shkon në, le të themi, në krizë të thellë ekonomike të tjera. Ashtu problemet që ata kanë që ne i dimë, edhe asnjëherë se ata po avancojnë në front. Pra, duke se këto të gjitha, edhe siç edhe kryeministri Orban e kishte parashikuar, dhe ky lloj, le të themi, snobizmi ose feudalizmi anës evropiane ka çuar në atë që ne sot e shikojmë si një mënjanim ose një
linje jashtë loje të Evropës. Pra askush po pyet më për Evropën. Dhe në fund gjë ka shkuar siç Palma Ungareze e prezantoi. Të dy takimi midis SBA-s dhe Rusisë, një lloj jalte. Qartë. Do të ndahen zonat e influencës, do të ndahen pikat kufitare do tjerë, zonat ushtarake, gardet, muret, fortifikimet që ka për të ndërtuar. Dhe kjo do të jetë fundi i gjithçkaje. Nëse Evropa ka për të bërë thjesht spektatorin, ose do të fillojë, do munduhet të pompoj në anën monetare ose në anën e armëve,